Mirëdita ju që jeni duke na ndjekur nëpërmjet ekranit të Ora News. Nisim të ditë së bashku. Në recetën e ditës ne kemi menduar sot të gatuajmë një spageti frutadeti. Gjithmonë kam bërë spageti kolegë fëmijë të ndryshëm nëpër ekrane të ndryshme. Kam bërë spageti me frutadeti, por ne sot do ta bëjmë veçantë, ne do të bëjmë një servire shumë të këndshme dhe e veçanta kësaj është se ne do të zbatojmë procesin teknologjik të kësaj recete një pas një. Atëherë, pa humbur kohë, prezantoj të gjithë produktet. Kemi spagetin, kemi marrë spageti numër 3, kemi majdanoz, domatet freskët, kemi kalamarin, cepjen, karkalecin dhe midhjet dhe pak hudhër, verën e bardhë. Kto janë përbërësit e kësaj spagetit. Atëherë, çfarë bëjmë? Kemi vënë ujin para se ne të filloshim këtë transmetim dhe t'ju tregonim, kemi vënë ujin për të valuar. Ndërkohë marrim kripën, e shtojmë. Shtojmë kripën. Atëherë, para se unë të hedh spagetin, çfarë po bëj? Marr vajin altis, një vaj ulliri, vërtet i këndshëm, gatuar me vajin altis, mos e ndani nga tryezat tuaja. Dhe me kujdes çfarë bëjmë? Ndezim zjarrin tjetër. Ndërkohë është duke marrë dhe vaj. Është një recetë shumë e thjeshtë dhe tepër e bukur. Me kujdes ndezim zjarrin. Ulim zjarrin në minimum. Hudhrën, si që kemi, e shtojmë në tigan. Atëherë, me kujdes çfarë marrim? Marrim sepjet e freskëta. I ndajmë sepjet. Sepjet të vogla, kallamarët. Me kujdes e kapim kallamarin këtu. Japim në njërë në mes. Dhe edhe këtu. Shiko pra, vërtet shumë e thjeshtë dhe tepër e bukur. Marrim lulet. Heqim pjesën që nxjerr bojën kallamari, këmbët ose lulet si mund t'i quajmë. Marrim tjetër. Marrim një kallamar tjetër. E hapim sërish këtu, me kujdes. Njërin në mes. Japim në njëherë këtu dhe me kujdes i kalojmë këtu. Atëherë, karkalecën e kemi të qëruar më përpara. I vendosim dhe karkalecët dhe midhjet. Dhe kështu fillim me gatimin. Shtojmë midhjet në fillim. Me kujdes marrim sepjet dhe kallamarët dhe karkalecën dhe hedhim të gjitha së bashku. Ishte hudhrën në fund fare ne do ta heqim. Dhe karkalecën. Atëherë, pasi kemi vendosur të gjitha, çfarë bëjmë? Rregullojmë dhe tavolinën, që ta kemi gati. Ulim në zjarrin. Sërish, ulim dhe pak zjarrin. Dhe i përzijem. Tashmë i lëm. Ka ardhur momenti, pasi kemi shtuar kripën, të hedhim spagetin. Spagetin si që kemi këtu me kujdes. Shikoni. Derisa këto kemi një bulitor të vogël, një tenxhere me vesh. Japë. Me kujdes. Dhe fillim i kaordisim. Ja pra, hap pas hapi. Por ju zonja e zotëri që nuk na keni ndjekur që nga fillimi, ne jemi duke përgatitur një spageti frutadeti, ku përbërësit kemi. Kemi marrë spageti numër 3, kemi sepin, kallamarin, midhjen, karkalecin dhe hudhrën. I kemi hedhur të gjitha në një tigan me vaj në ulliri altis, mos harroni të gatoni me vaj në ulliri altis. Kemi hedhur një thelpi hudhër dhe jemi duke i kaordisur avash. Ndërkohë që ne kaordisim sepjen e gjitha frutadetit me radhë, duke bërë gjellë në shqip ose nga italishtja sugo, ndërkohë kemi shtuar dhe spagetin për të zier. Dhe si që kemi spagetin këtu, me kujdes e shtypim. Ja për çdo gjë këtu në syrin tuaj, asnjë gjë e para përgatitur dhe jo transparent me ju. Gjithçka në syrin tuaj. Mund të na shkojë receta 20 minuta, 15 minuta, 25, po gjithçka këtu në syrin tuaj. Përveç ndonjë gjëje që ne nuk mund për efekt kohë që nuk mund ta bëjmë në syrin tuaj, mund ta para përgatisim, po mund të bëjmë një gjë tjetër që të jetë
gati dhe mund ta nxjerrim të pjekur. Atëherë, me kujdes, vëmë në kapsë. E lëm spagetin, ndërkohë ç'a bëjmë? Hapim zjarrin në maksimum. Gjithmonë një kuzhinier i mirë ose një anvis i mirë manovron me zjarrin. Ja pra, sepjet, kallamarin dhe kakalecën. Ja pra, avash. Ndërkohë, sa këto zien, shohim që kjo po merr val shumë të madhe, e ulim gradualisht. Ndërkohë ç'a bëjmë? Marrim domatën. Kemi dhe majdanozin. Domatën me kujdes ç'a bëjmë? Siç e kemi dorën këtu, fillojmë i heqim lëkurën. Me kujdes. Ja pra, çdo gjë hap pas hapi. Ndërkohë që domatin kemi hequr, shohim me kujdes makaronat. Spagetit nga italishtja. Makaronat në ditët në vijim do kemi dhe makaronat të freskëta, do t'i bëjmë me miell gruri të fortë, nga italishtja quhet semola. Do t'i bëjmë këtu në syrin tuaj, brumin me vezë. Në 100 gram miell duhet një kokër vezë. Ne do ta punojmë këtu, do ta shikoni që janë shumë të thjeshta dhe t'ju sugjerojmë që ju ta gatoni në shtëpi makaronën e freskët. Mos ta bleni të gatshme. Shikoni pra, avash. Shkoj pra, çfarë lëngu ka lëshuar. Avash. Edhe midjet janë hapur, kakareci ka marrë ngjyrën e vet, sepja është të kurrë, kallamari është të kurrë, gjithçka. Me kujdes tashmë çfarë bëjmë? Shtojmë verën e bardhë. E lëmë për të zier. Ndërkohë domaten e kemi qëruar, kemi hequr cipën. Dhe çfarë bëjmë? Heqim pjesën e fundit. Dhe siç e kemi domaten e freskët, në rastin e do kemi dëshirë që ta kemi salcën më të fortë, që ta ndjejmë vërtet shijen e salcës, kemi salcën tjetër. Pelargos është koncentrat domate. Ne në shtëpinë tuaj unë sugjeroj të përdorni këtë salcë, është vërtet e këndshme shumë. Por ne po e lëmë me shije të lehtë domate, pa e forcuar fort. Me kujdes përziejmë spagetit, shiko pra, gjithçka në syrin tuaj. Spagetin nuk do ta bëjmë 100%. Pse? Nuk do ta bëjmë 100% për arsye se pjesën tjetër ta ziejmë në tigan. Ta ziejmë në tigan që makaronat të marrin shijen dhe të frutave detit. Shiko pra, kjo është procesi teknologjik që unë propozoj sot në këtë ditë të martë për zonja e zotëri. Dhe domate, si që kemi, e shtojmë brenda. Edhe shumë tjetë. E lirem të këtu që kamera ta fokusojmë këtu lart. Dhe me kujdes, ç'a bëjmë? Fillojmë i përziejmë. Ja, gjithmonë me zjarr të ngadalshëm. Ky është procesi teknologjik për zonja zotëri. Pasi çdo gjë me kohën e vet. Pa i hapur zjarr maksimum dhe për t'i bërë për 5 minuta. Tashmë ç'a bëjmë? Lirojmë vendin. Dhe me kujdes marrim majdanozin. Dhe fillojmë ngrim majdanozin. Ja pra, shumë e thjeshtë. Merrni frutat e detit që ndodhen në shtëpi, mund të keni edhe oktapod. Oktapodi po tjetë i vogël nuk keni nevojë ta zini, mund ta bëni në çast. Dhe çfarë bëni? Idhin të gjitha në një tigan me vaj në ulliri altis, paruar vaj në ullirit altis. Një thelpi hudhër, ashtu siç është hudhra, që të marrin skuqen dhe të marrin shijen. Idhin frutat e detit midhen dhe lërin të kaordisen gradualisht. Ndërkohë që gjellat gatuhet me frutat e detit, spagetit janë duke u zyer. Ja pra, dy procese teknologjike këtu në syrin tuaj. Ndërkohë jemi duke ngrirë dhe majdanozin. Atëherë, ç'a bëjmë tashmë? Spageti është duke zier. Hapim zjarrin në maksimum spagetit, po me kujdes mos ta derdhet ujë. Ndërkohë hapim dhe zjarrin e tiganit që gjella është duke u bërë, domatja, sepje, kallamari, kripsi kemi hedhur në fund fare do t'i hedhim krip. Mund t'i hedhim dhe koncentratet knor, shembull. Për të evituar kripën, hedhim këtë koncentrat me perime të mrekullueshme, hedhim gjysmë tableti për person dhe është mos e këndshme. Ne edhe bëjmë dhe se bëjmë, për të edhe, po ju mund të gatoni në shtëpi. Dhe kështu kontrolloni dhe kripën në shtëpinë tuaj. Mund të jeni gjithmonë koncentrati perime shkon në të gjitha gjërat.
Atëherë, shohim që spageti është akoma i fortë. Atëherë çfarë bëjmë? Siç e kemi spagetin këtu, me kujdes e fikim zjarrin dhe e shtojmë për t'u zier tërësisht në gjellën tonë. Me kujdes. Dhe çfarë do bëjmë? Ne krip si kemi edhe akoma. Te uji kemi shtuar kripën. Është dhe ky varianti tjetër. Që shohim që spageti për shembull do të zihet akoma, ne çfarë bëjmë? Marrim nga uji me krip që kemi zier makaronat dhe i jashtojmë. Dhe kaq. Nuk i hedhim më ujë për arsye se ne na del shumë i kripur. Atëherë i përzihem të gjitha bashkë, shikoni pra, është plot me ujë, çfarë bëjmë? Tashmë ka ardhur momenti për të ngritur në maksimum zjarrin. Ja pra. E ngrim zjarrin maksimum dhe çdo gjë e bëjmë këtu për ju. Atëherë, ndërkohë që spageti zihet dhe kjo zihet në syrin tuaj, unë kam mundësinë për t'ju treguar një recetë tjetër. Dua t'ju tregoj me të njëjtën gjë. Mund të marrim karkalecin ashtu në fillim duke shtuar me pak therpi hudhur. Marrim spinaqin e freskët, e grim spinaqin e freskët dhe e shtojmë këtu. Ndërkohë, në rast se ne do kemi dëshirë ta kemi pak të ëmbël, ta kemi me ajkën e qumshit, mund të shtojmë pak pana dhe kështu bëjmë gjellën me karkalec me spinaq, pak hudhër që e heqim dhe me pana dhe shtojmë spagetin të njëjtën gjë. Mund të bëjmë një vetëm me oktapod. Për shembull, marrim oktapodin, shtojmë oktapodin duke kaudis me pak hudhër, çfarë bëjmë? Shtojmë verën e bardhë, mund të hedhim edhe pak ulli, salcën e domates dhe kështu bëjmë spageti. Mjafton ne të ndjekim radhën e gjellës, se si bëhet një gjellë dhe të gjitha gjërat janë të njësojta, duke shtuar, duke hequr ndonjë produkt. Ndërkohë ne jemi duke e bërë spagetin pra, ja, si që thash dhe pak më parë, çdo gjë e zjen këtu. Shko pra sepja si u të kur dhe kalamari. Ja tregojmë me kujdes. Ja, pra. Ka ardhur momenti të hedhim pak piper të zi, shtojmë pak piper të zi. Dhe gjithçka e kemi gati. Dhe marrim pjatën për servire. Ja pra. Gjithçka në syrin tonë. Majdanozin do ta hedhim në fund. Në rast se ne majdanozin do ta shtojmë që tash, e para do na iki ngjyra e majdanozit, jeshilliku bukur, dhe e dyta do na ikin të gjitha vlerat ushqimore që majdanozi ka. Atëherë, me kujdes marrim garuzhën. Marrim garuzhën dhe spagetin. E lëm për të zier. Shikon pra, si filloi të trashet. Uji që ne hodhëm domate, po bëhet një trup. Me kujdes. Kemi hapur zjarrin maksimum. Dhe një sekret tjetër dua t'ju tregoj për ju zonja e zotëri. Gjithmonë spagetin mos e thajmë salcën. E krijuar në tigam. Pse? Se makarona do na thahet shumë shpejt. Çfarë bëjmë? Pasi ne e kemi në këtë formë, shiko pra, çdo gjë ka filluar të avulloj. Çfarë bëjmë? Fikim zjarrin. Dhe lëm pak të ujshme. E lëm pak të ujshme që vërtet i kemi të gjitha shijet e këndshme të tiganit, pa i tharë gjëra. Dhe çfarë bëjmë? Me garuzhën këtu, mbledhim spagetin dhe e mbledhim. Ja pra deri në fund, me kujdes. Atëherë, e lëm pak të ftofet që dhe ato të ngrim, dhe si që kemi këtu, me kujdes i vendosim në pjatë. I mbajmë pak për një minutë, që ato të ftofën pak dhe të ngrihen shumë me njëra tjetër, me albuminin që ato kanë. Shikoni, me kujdes. Gjithçka në syrin tuaj. Duhet ta kishim lënë edhe pak që mos na rrëshqiste, por megjithatë jemi në rregull. Atëherë me kujdes marrim midhjet, i vendosim gjithë këtu. E vendosim anash midhjet. Shko pra sa e thjesht dhe tepër e bukur. Shumë e shijshme. Ta kemi shijen e detit në pjatën tonë. Me kujdes, karkalecat. E kapim karkalecën.
cepje. Ja, pra. Edhe fotet e detit tjera. Për mos ta ngarkuar më, edhe ta kemi pjatën të bukur edhe majdanozin në fund. Në fund fare. Dhe pjata jonë është gati. Atëherë, për gjithë ju zonja zotëri, kjo ishte pjata që unë përgatitja sot për ju. Unë i falenderoj të gjithë dhe ju për vëmendjen që më kushtuat. Mirë takofshim nesër me një tjetër recetë. Mirë pafshim.